العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala do ta sqarojmë një çështje për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka sjellë ajete dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka sjellë disa hadithe. Dhe shokët e pejgamberit alayhis salam ishin ata cilët mundoheshin apo bënin gara për këtë çështje. Ajo është çështja e të pa me qenë i pari, puna me qenë i pari, më i miri. Allahu subhanahu wa taala kur e ka përmend xhenetin, ka thonë wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Për çdo bukuri, për çdo mirësi, për çdo mirë të madhe, këtë hajër, këtë shpërblim të madh, falyatanafasil mutanafisun, në të bëjnë gara ata të cilët duan me mrije në xhenet lart. Hadithi i dytë, pejgamberi alayhis salam një herë duke qenë me shokët e tij, tha 70.000 vetë për këtij ummeti kanë me hinë në xhenet bila hisabin wala adhab, as nuk ka mi llogarit Allah subhanahu wa taala, as nuk ka mi dënu, kanë me hinë në xhenet pa llogari. Pa ju peshu veprat, pa u llogarit dhe pa u dënu, prej ditës ringjalljes, prej varrit e në xhennet. Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, i cili e kishte emrin Ukasha, tha ja Rasulullah, lutë Allah subhanahu wa taala që unë të jam prej tynve, ose lutë Allah subhanahu wa taala që të jam unë njëri prej tynve. Pejgamberi alayhis salam tha anta minhum, ti je me lejen e Allahut prej njëri prej tynve. U quni një tjetër, tha ja Rasulullah, lutë Allah, edhe unë të jem për tynve. Pejgamberi alayhis salam tha, sabaqaka alayka Ukash, ta ka marrë të parën Ukashe. Ky Ukashe ka qenë një shok i pejgamberit alayhis salam dhe ka nxiten në veprimin e veprave të mira i parë. Çka është puna me nxiten për punë për çështjet e mira, me qenë i pari për hajr, me qenë i fillimit, ai që anis veprën e hajrit ose ai që prin në veprat e hajrit. Për shkak se ata cilët prin në veprat e hajrit, përveç se kanë hajr në këtë dynjë, kanë pozitë në këtë dynjë, kanë të mira në këtë dynjë, kanë të mira edhe në ditën e kiametit në xhennet. Prej tyre, ai i cili u prin njerëzve në namaz, që është i pari, që është imam i xhamisë, imam i namazit, nëse e ka me rregull çështjen veprimtarinë e tij, si ka thonë Allahu, e ka shpërblimin më të madh, më shumë sekret që ata që janë aty. Ai i cili u prin muslimanëve në xhihad, komandanti i muslimanëve në xhihad, përveç se përfitimet në këtë dynjë i ka ai më shumë, i ka drejta në plashkën e luftës, është më i privilegjuar në këtë dynjë edhe ka pozitën më të lartë në ditën e kiametit. Më shumë sekret ata cilët kanë qenë me te. Ai i cili ka dituri edhe u prin njerëzve me diturinë e tij në çështjet e dinit, në ditën e kiametit ka shpërblim sakret ata cilët kanë punuar me diturinë e tij. Bile Allah subhanahu wa taala thon Kur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa taala i ka ngrit ata cilët kanë besuar nga mesi juaj, kurse atyre që është dhënë dituri kanë ngrit në shkallë të larta në xhennet. Andaj Ibn Abbas i tha, pozita e dietarit, pozita atij që ka dituri, që ka qenë i pari në çështjet e shpjegimit të çështjeve të dinit, me njerëzit e tjerë, me besimtarët e tjerë, është si pozita e yjeve me tokën, që ka që kanë largësi, apo që ka pozit, që ka grad, që ka falënderim, që ka shpërblim, ai i cili ka qenë i pari në çështjet e diturisë. Andaj me nis një punë i pari në këtë dynjë, prej punëve të mira, prej punëve të hajrit, edhe me nxitu me qenë i pari, që ato shpërblime kur nuk mundën me mri ata që vinë mas teje. Për këtë, besimtarit do të më mundu me qenë i pari i punëve të mira. Për shkak se i pari nuk arrihet, edhe nëse vjen dikush që mas tina ka dituri ma shumë, edhe vepron punë ma shumë se sa ai, mirë po ky e ka nis, ky ka qenë i pari, ka qenë fillestari këtë çështje, ky ka prind këtë çështje, ky e ka shpërblim më të madh se sa ky.
Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë shoki Muhammedit a.s. para se mu bo Muhammedi a.s. pejgamber. Dhe pejgamberi a.s. sa nuk ka qenë pejgamber, ka qenë i drejt. Kur nuk ka rrejt, as kur nuk ka vjedh. As nuk ka pi alkohol kur, as nuk ka bo zina. As kur nuk ka lut idhujve, as kur s'ka bo kufër, as kur nuk ka bo shirk, para se mu bo pejgamber. Edhe kështu ishte edhe Abu Bekri, për shkak se ishte shok me Muhammedin a.s. Edhe shoqëria në Islam ka një rol të madh. Në një hadith, pejgamberi a.s. ka thënë njeriu është në fen në dinin e shokut e tij. Që shta këtë çfarë feje të jetë shoku, edhe kjo është çështje feje. Apo çfarë edukati të jetë shoku, edhe ti këmu bësh ashtu, sipas shoqërisë që ke. Nëse ata i kimë harame, ati këmu përfshin që ato harame. Nëse ata janë të mirë, namazit, të ibadetit, hajrit, fjalës, të besës, ati këmu bon mundiku prej tënve. Ebu Bekri ishte shok me pejgamberin a.s. Edhe kjo mirësi e bani që Ebu Bekri mos jetë prej njerëzve që bën harame edhe para se me pranu islamin. Andaj historia nuk njeh që Ebu Bekri radiallahu anhu para se mu bë musliman të ketë bën ndonjë gjuna. Sikur që s'ka bë ndonjë gjuna pejgamberi a.s. Për shkak kjo, si rezultat i shoqërisë së mirë, si rezultat që Ebu Bekri e kishte shok Muhammedin a.s. edhe para islamit. Andaj, në këtë çështje është më rëndësi të nërmi disa minuta për me e ditë vlerën e shoqërisë së mirë në islam. Edhe pse kjo nuk është tash tema jonë, neve kemi qëllim me folë çetër se ndishka. Vetëm e nxjerr një mësim nga kjo. Ebu Bekri, për shkak se e kishte shok të mirë, Muhammedin a.s. para islamit, kjo i ndihmoi atina që mos bëjë gjuna dhe mëkate, edhe pse nuk ishte musliman. Kurse historia njerëz të tjerë nuk njeh prej shokëve të pejgamberit a.s. që para islamit nuk kanë pas vepra të këqija, përveç Ebu Bekrit radiallahu anhu. Andaj kjo është vlera e shoqërisë mirë. Një shoqëri e mirë tjetër, edhe shumë interesant me krahasu dhe me sqaru, është shoqërimi që qeni u ka bë Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi kanë qenë popull besimtar musliman. Një grup i njerëzve, 3. Kryetari edhe kryeministri edhe qeveria në kohën e tyre qafira. Dhe se ishin qafira, ata për veti, as ata që dojshin me pranu islamin, nuk i lenin me bo islam, nuk i lenin me bo din. Ose i mbytnin, ose ishtini me bo kufër me dhunë. Këta, kë grupi të rive, e kanë bo njetë me iken prej këti shteti, mu largue, me shku me një vend largë, mu mshef, aty mi boj badet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahf, është një surë në Kur'an, suratul Kahf. Komplet surën Allahu ka kushtuar këtënve njerëzve. Edhe ka mërtua me emrin e tynve. Në mesin e që tynve ka qenë edhe një qenë. A keni dëgjua qeni që ka qenë me Ashabul Kahfin? Këtë qenë Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmen Kur'an. Ky ka qenë qenë, po për shkak që u shoqëru me njerëzit e mirë, ka arrit nivel të lartë që me përmen Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Andaj, çka mendoni nëse ne si njerëz shoqërohemi me njerëz të mirë? Ai ka qenë qenë, nuk ka për të dispozit, nuk ka për të halal as haram. Është një krijesë që po neve llogaritet të nënçmuar. Por veç se u shoqëru me njerëzit e mirë, Allah subhanahu wa ta'ala ka përmen Kur'an edhe emri i që ti qeni kur të lexohet bëhet ibadet nëpërmjet emrit tina. Rezultat është ka qenë shoqëria e mirë. Andaj Ebu Bekri ishte shok i mirë me pejgamberin alayhis salam, e arriti atë që arriti. Kur u bë pejgamberi alayhis salam pejgamber, i tregoi Ebu Bekrit radiallahu anhu se i ka ardhur Xhibrili. Pejgamberi alayhis salam me të parën fjalë, Ebu Bekri radiallahu anhu me të parën fjalë që ta pejgamberi alayhis salam një pejgamber, tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Unë besoj në Allahun Zot të vetëm dhe besoj se ti je pejgamber. Dhe kjo është mësimi i dytë për shoqërinë e mirë, kur janë dy shok, sinqert dhe të drejtë, kur të flet njëri diçka i dyti, nuk ka nevojë me thonë a thua është ashtu as është ashtu. Që ka duhet me pas besë shoqëria në mes vete. Rri e ki shok dikon, mos më kanë i mirë, mos e bën shok, nëse s'është i mirë, i kupitina. Nëse është i mirë, atëherë ti dush mi besu ati dhe ai duhet me besu ty. Se ti nuk rren, as ai nuk rren.
Andaj pejgamberi asam ka thonë, jo Abu Bekr, im ka ardhur Xhibrili tash, im bë pejgamber. Abu Bekri s'ka thonë, a thua, a je bo për një me pejgamber, a është e mushme pas bo pejgamber, je qysh bo një pejgamber, je pse a kina argument, jo bire në mrekulli, jo bo në veprim, jo, unë të njof mirë. Të kam shok, sigur që unë nuk rejnë edhe ti, ande unë dëshmoj se ti e pejgamber e Allahut. I pari që ka hinë në islam, është Abu Bekri. Dhe lyp në historien, krejt historinë islame, në mushi me gjithë njeri më të mirë se i pari që ka hinë në islam, s'ka. Njeri u maj miri këtë ummeti, mas vdekjes së Muhamedit a.s. është Abu Bekri. Për shka është Abu Bekri? Për shkak se është i pari që ka pranu islamin, ka nxitun veprat e mira. E ka pranua Abu Bekri radhiyallahu anhu islamin dhe nuk u lol me çkaq. E ka vazhduar rrugën e Muhamedit a.s. Ja Rasulullah, çka ki detyrë ti? Me çka ka urdhëruar Allahu? Thot Allah më ka urdhëruar mu me i thirr njerëzit në atë që më shpallët. Andaj Abu Bekri thot do të marrën e mësim prej teje, çka do që të shpallët ju në do të komunikoj të tjerëve. Abu Bekri fillon me thirr në islam, në këtë punën e hajrit që ka ba, sa që 6 prej të përgëzuarve me xhenet prej 10-ve e kanë pranu islamin prej dorës e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Njëra prej shkaqeve që e janë ngrit vlerën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu është kjo. Janë 10 sahabe, edhe të shokët e Muhamedit a.s. të cilët Allahu i ka përgëzuar me xhenet, ose pejgamberi a.s. i ka përgëzuar me xhenet duke qenë gjallë këta. Dhe këta e njerëzit më të mirë të ummetit. 6 prej që të në 10-ve e kanë pranuar islamin për Abu Bekrit, jo për Muhamedit a.s. Kjo ka qenë veprimtaria ati, kjo ka qenë i pari me ba davet me thirr në islam mas Muhamedit a.s. Çështja e tretë që ja ngrit Abu Bekrit vlerën, që e bën kaq të lartë Abu Bekrin radhiyallahu anhu, është se ai nxitante në çdo vepër të mirë, nxitante me qenë i pari. Andaj në net prej netve, pejgamberi a.s. masi që e fali namazin e sabahut, u kthye ka xhamati. Dhe kështu është suneti i pejgamberit a.s. Kur të falet farzi, Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah, mu kthye ka xhamati imami dhe me thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar nga 33 herë. U kthy pejgamberi a.s. ka xhamati, tha, o xhamati muslimanëve, a ka pa dikush prej juve ëndër? E ka qenë adet i pejgamberit a.s. me i pyet sahabët mas sabat a keni pa ëndër. Dhe këtu është një mësim tjetër që ëndrat, njeriu kur të shef ëndrat, se ëndrat mund me qenë të sakta, sikur kemi përmendur, ëndrat janë 3 lloj. Ëndrat që vijnë prej Allahut janë të sakta, ëndrat që vijnë prej shejtanit nuk janë të pasakta, dhe ëndrat të cilat janë për ditëshmëri, shabon njëri ditën, ëndër natën, këto nuk kanë komente. Ëndrat të cilat vijnë prej Allahut, njeriu ku ta shef ndonjë ëndër do të më kallëzoj kur quhet pi xhumit. Jo shef një ëndër tani mas 3-4 ditëve, a kompani ëndër, po s'm kujtohet bash mirë, duket që ashtu duket që ashtu, kjo thotë ëndër kështu. Se ëndra nëse stregohet më njëherë harrohet. Nëse harrohet ëndra, shtohen fjalë apo paksohen fjalë, zbehet kuptimi. Ai që i komenton ëndrat nuk mundet me dhënë komentin e saktë kësaj ëndre. Andaj pejgamberi a.s. i pyet shokët e vet, a ka pa dikush për juve ëndër? Edhe dikush për shokëve të pejgamberit a.s. i tregonte që ka pa ëndër, pastaj pejgamberi a.s. u tregonte komentimin. Pas tyre ngjarjeve pejgamberi a.s. tha, xheneti i Allah subhanahu wa taala i ka 8 dyrë, 8 hymje. Njëna derë është dera e xherusve, njerëzit kanë agjëru. Dera tjetër është dera e mujahedinëve, njerëzit kanë luftu. Dera tjetër atyre që kanë bërë këtu vepra, atyre që kanë bërë këtu vepra, atyre që kanë bërë këtu vepra. Dhe dënë më ju tregu shokëve të tij a.s. se në xhenet ndoshim me arrit shpejt, do të me konë të shpejt në këtë dynjë, në veprimin e punëve të mira. Andaj, ta pejgamberi a.s. a ka dikush prej juve që para se me orë namazin e sabahut e ka vizitu ndonjë smut. Me vizitu smutin është sevap. Abu Bekri tha, unë ja Rasulullah, tjerë të kërkush. Pejgamberi a.s. tha, a ka dikush prej juve që ka lënë ndonjë xhenazë para se me orë në xhami? Abu Bekri tha, unë ja Rasulullah, kurse me lani xhenazë është sevap.
Kurse nëse i merr 20 euro mas të lash gjenazën, s'ka sevap. Me bë lamin e gjenazëve biznes, nuk ka sevap. A me i la gjenazët për hir të Allahut, ka sevap, ka problem. Andaj me pasqen e Abu Bekri këtu na kish bë para të mëdha. Këti kishin thirr mi la gjenazët. Se tash nuk i lan gjenazët kërkush. Në nuk dëshirojnë me marrë mësim nga të vdekurit. Pejgamberi alayhis salam tha, ka dikush tjetër që ka dhënë sadaka para se marrë në xhami. Kërkush nuk u quaj Abu Bekri tha, po ja Rasulullah une. Pejgamberi alayhis salam tha, a ka dikush që është agjëruar shumë sot? Që u quaj sefer, ka marrë sefer para sabat? Kërkush Abu Bekri tha, unë ja Rasulullah. A ka dikush që ka fal namaz natë prom? U quaj Abu Bekri tha, unë ja Rasulullah. Andaj pejgamberi alayhis salam i tha Abu Bekrit, ti o Abu Bekr, ke me hije në dyrë të xhenetit të 8 ka dush. Ka cilat dush hymje me dash me hije, ti ke me mujt me hije. Për çka ka arritur Abu Bekri radhiyallahu anhu? Jo për tjetër, vetëm se ka qenë i pari në veprimin e punëve të mira. Hala pa qel dita mirë, hala pa u mëngjes, hala pa fal sabah, ka la xhenazë, ka dhon sadaka, ka vizitu të smut, ka hangër sefer, u çu ka fal namaznat e të mirat. Andaj Allah subhanahu wa taala thot në xhenet, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ditën e kiametit do të hini në xhenet si rezultat i veprave të cilat i vepronin në këtë dynjë. Andaj të qenurit i pari në veprat e mira bëri që Abu Bekri radhiyallahu anhu të mbetet njeriu më i devotshëm, njeriu më i ditur i këtij ummeti, njeriu më besnik i këtij ummeti dhe njeriu më i mirë i këtij ummeti. Pas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe jo veç Abu Bekri, por edhe të tjerë të cilët kanë vepruar kështu sikur që vepronte Abu Bekri radhiyallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam një herë në Medinë kërkoi nga sahabët e tij sadaka. Me mbledh sadaka shokët e pejgamberit alayhis salam, ky më ndihmu të tjerëve. Kur të kërkohet sadaka ose ndonjë tubim, kur të kërkohet diçka, ai që qohet i pari e ka pak më vështirë. Me anis i pari e ka pak më zor. Tani se të anis njëri qohen edhe qirë, s'ka problem. A ka ku ta bitis me derë, se na ka pyetje dikush, deri të pat i pari me anis me bë pyetjen, është pak problem. Tani kur të nisin i pari, anis dytë e tretë, po me nis çështjen, në çështje kur ka kallabllak është vështirë. Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam dëshironte me dhon sadaka. Mirë po nuk kishte, vetëm një grosht hurme, jo më shumë, s'ka më shumë. Më qumë një grosht hurme për t'jap që do sadaka ja Rasulullah, është vlerë pak, shumë pak. Mos më quë dëshirë ka. Pejgamberi alayhis lyp, a ka dikush jep sadaka. Njerëzit heshtin, quhet ky shoku i pejgamberit alayhis salam, edhe e fillon i pari me një grosht hurme. Pastaj quhen të tjerë që secili bie më shumë se sa ka pru ky. Në fund bëhet një grumbull i madh para pejgamberit alayhis salam me pasuri. Dhe pejgamberi alayhis salam e tha një hadith të cilën e keq përdorin 90% të xhallarëve, tha ai që e nis një punë të mirë në Islam ka shpërblim për vete dhe shpërblimin e gjithë atyre që vinë mas tina. Andaj këta morin që ta ditë kush e nis me vludin ka shpërblim, bidatin, po ka. Pritni se ka. Kush e nis qëllimin ka shpërblim. Kush e nis bidatin mendojnë që me nis punë të sherrit, punë të cilat nuk kanë bazë në Islam, ti nisi për interesat tua, për parët tua, për qëllimet tua, e tani shkat vinë të tjerë kanë shpërblim, mashallah. I pari që ka nis me vludin është Tahir Efendi Popova. A keni një zonën? Tahir Efendi Popova në Iran japin emisionin televizionin shtetëror se kemi arrit na me shtije me dhebin ton edhe në Ballkan nëpërmjet Tahir Efendi Popovës. Kemi shti me vludin, e kemi shti qëllimin, e kemi shti qëto. E tani, qështu, kush të bojnë për musliman dhe sevap, i shkojnë dervishët Tahir Efendi Popovës. Qështu shkojnë sevapet? Ja, nuk bojnë mu kështë përdor hadithi. Pejgamberi alayhis salam tha, ai që e fillon një punë të mirë, e cila ka bazë në din, për të cilën ka argumente, ai sadaka për sadaka ka argumente në Kur'an, në hadithe e pejgamberit alayhis salam. Kur një punë e mirë fillon të harrohet, apo njerëzit nuk e praktikojnë këtë punë të mirë, dhe del njëri prej muslimanëve e fillon këtë punë të mirë, edhe nëse e fillon me pak, çdo kush që e fillon punën e mirë mas këtina, e vepron këtë punë, që ka nis ky, ata ndoshta e bën më të madhe atë punë, edhe japin shumë më shumë se sa ky.
Mirë po kjo ka shpërbimin e vet, edhe shpërbimin e krejt atyre që ka vinë për mas, pa ju paksu atyre që ka shpërblim, si rezultat se ka qenë i pari që ka nisë këtë punë. Është fjala për punë të hajrit, kurse për punë e sherrit, për punë të cilat janë bidate dhe për punë të cilat janë harame, nuk vlen ky hadith. Për punë të cilat janë harame dhe bidate, vlen hadithi tjetër i pejgamberit alayhis salam. Cili është ai hadith? Pejgamberi alayhis salam tha, njeriu i parë që ka vrarë njerin këtë dynjë ka qenë djali i Ademit. Djemtë të Ademit 2. Nuk kanë mujt mu marrë vesh me zveti kush me kon mu martue. Ademi alayhis salam i ka martue djemtë edhe vajzat e veta me zveti, ka qenë e lejuar atëherë. Tash nuk është e lejuar, tash është haram mu martu vllavi me motrën. Sepse sipas tregimeve Ademi alayhis salam i ka pas fëmijë ka 2 bineç. Një djalë një çik, një djalë një çik, çështën ka pas dajma. Andaj këtë vllaun, shka është me këtë motrën binak nuk i ka martue. Po ka martu këtë vllaun me një motër tjetër, shka me qëtër konë binak. Edhe këtë vazën e ka martue me këtë djalin me këtë vazën tjetër. A kuptum qysh ka shkua zinxhiri i martesave, edhe këtu njënit për djemve të Ademit si përqen kjo. Thot unë du mu martu me qëtër shka kam binak unë për veti. Kjo është epshi, njeri kur do me boha haramin dhe me thilu urdhna të Allah subhanahu wa ta'ala. More nuk është e lejuar kështu, është haram. E ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala, jo, ose ko me marto, ose ko me myt ata që do me marr këto. Është atë ka faj ty ky që do me myt ka, kur gjo. Andaj ky e ka myt vllaun e vet. Dhe është i pari që e ka fillu vrasjen, e ka fillu mbytjen. Pejgamberi alayhis salam tha, çdo kush që mbytet deri në ditën e Kiametit, çdo kush që mbyt dikon në pjesë gjunat e ka djali i Ademit që e ka nisë mbytjen i parë. Andaj çdo kush që bën bidate e ka gjunat e krejt atyve që vinë. Për masë, jo se vapë, s'ka shpërblim kur gjoki te Allahu. Për ata Allahu në ditën e Kiametit thot për disa njerëz wa qadimna ila ma amilu. Ja qismi veprat që kanë punue, fejalnahu heban manthura, ja zhduk mi krejt. Ja bojmë plon hi, s'ka vepër, s'u pranu vepra jote. Për shkak se nuk ka qenë sipas sunetit e pejgamberit alayhis salam, ose ka qenë me një jetë jo të sinqert për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj hadithin të cilin transmeton Aisha radhiyallahu anha nga pejgamberi alayhis salam tha, pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minha fa huwa radd." Kush e qet ndonjë punë, ndonjë ibadet e llogarit, ndonjë veprim fetar, të cilin nuk e ka vepruar pejgamberi alayhis salam, apo nuk ka thonë që të veprohet, fa huwa radd, kjo i kthehet të mas. S'pranohet kjo punë, kjo punë shkon burllog. Andaj me i nis punë të mira me qenë i pari, që i nis punë të mira të cilat kanë bazë në fe, të cilat kanë bazë, kanë argument, ka ku mbështetjen këto, e ka shpërblimin kjo që e ka nis dhe shpërblimin e gjithëve që vinë mas te që e veprojnë këtë punë. Kurse nëse e nis një punë jo të mirë, të keqe, haram, ose është punë e kufrit, ose punë e bidatit, çdo kush që e vepron këtë punë mas teje, i kiti haramet gjunat e tua dhe gjunat e gjithëve që vinë mas te që e veprojnë këtë punë. Andaj, kjo sahabi ishte i pari që dha sadaka, edhe pse ishte vlera e vogël. Nuk ishte vlerë ku me ditë se sa e madhe, me gjithate mbeti në histori, duke u përmend nga goja e pejgamberit alayhis salam, dhe njeriu i cili do të përmendet deri në ditën e Kiametit se ka filluar një punë të mirë dhe i ka shpërblimet e të gjithë atyre të cilët i veprojnë një punë sikur që e ka vepruar ai. Po ashtu, Allahu subhanahu wa taala kur i kanë përmend muslimanët e mirë, ka thonë ata kanë qenë që kanë bën shtyje të cilë po bën vepra të mira, cili po qet më i parë, cili është më shumë ti që bën ibadete, cili është më shumë ti që bën hajre. Kështu i ka përmendur Allahu shumë te pejgamberit alayhi salatu wasalam. Abu Bakri radhiyallahu anhu kur ka ardhur halife i muslimanëve, mas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka marrë khilafetin 2 vjet. Edhe ka filluar musmu. E ka thirrë Omerin radhiyallahu anhu, ka thënë ja Omar, kam vendos me të lënë zavens mas meje, me të lënë kryetarët muslimanëve mas meje. Nëse pëlqen ti me marrë këtë detyrë, edhe do t'i urdhnoj apo do t'i thras edhe muslimanët, ta marrë mendimin e muslimanëve se a pranojnë ata që tjetë Omeri
kryetari i muslimanëve nuk pranojnë të jetë Omeri kryetari i muslimanëve. Dhe çështu zgjidhet kryetari tek muslimanët. Muslimanët e ditur, muslimanët janë koka të atij vendi, e vlerësojnë se kush duhet më kon kryetar, kush duhet. Jo kush i ka 18 vjet e përpijet. Kush i ka 18 vjet ai mund më kon budalla, mund më kon gjithçka, e që të votën e ndihmon e përkrah dikon. Kjo nuk është zgjedhje reale. Zgjedhjen reale e bën njerëzit e diturisë, ekspertët e çështjeve. Andaj Ebu Bekri e propozoi Omerin radiallahu anhu. Mirë po, Omeri radiallahu anhu kishte disa mosmarrveshje apo mos pajtime me Ebu Bekrin në çështjet e dinit. Jo në çështje të cilat janë thjeshta, po në çështje të cilat janë të rëndësishme. Çështja e parë për të cilën Omeri radiallahu anhu kishte mosmarrveshje me Ebu Bekrin apo kundërshtonte Ebu Bekrin, ishte çështja se Omeri radiallahu anhu mendonte se nëse vjen kryet të pushtetit, mas pari, puna e parë që ka me bo, ka me shkarkua Khalid ibn Walidin prej komandantit suprem general të ushtrisë muslimanëve. Kurse Ebu Bekri mendonte se Khalid ibn Walidi është më i miri. S'ka tjetër që e zaventson Khalid ibn Walidin. Çështja e dytë, që kundërshtoheshin mes vete, Omeri radiallahu anhu mendonte se plashkën e luftës nuk duhet me nda njëjtë. Por atyre të cilët e kanë pranuar Islamin të parët, mi u dhon më shumë. Kurse atyre të cilët e kanë pranuar Islamin më vonë, mi u dhon më pak. Smeritojnë ata mu barazue. I pari që ka hinë Islam, ai që ka marrë pjesë luftën e Bedrit, ai që ka qenë afër pejgamberit asam momente të vështira, ai i cili e kanë ndihmu pejgamberin asam kur këta që e kanë pranuar tash Islamin, atëre kanë sulmu këta janë të barabartë. Kurse Ebu Bekri mendonte se plaçka e luftës duhet të ndajë në mënyrë të barabartë. Dhe e thirrë Omerin radiallahu anhu. Kishte në disa mospajtime, në disa çështje të tjera, të cilat janë më pak të rëndësishme. E thirrë Ebu Bekri Omerin radiallahu anhu, ja Omar, kam vendosur me të lënë halife, me të lënë kryetar të muslimanëve mas meje. Edhe krejt popullit, dietarët e popullit janë të mendimin se ti dush më kon halife. Mirë po, e kam ndërmend mi t'i bërë disa pyetje, me të këshyr a jenë që atë qëndrime që e kanë, apo do mi ndru qëndrime ndesh me të plon kryetar. Falja Abu Bakr, çka do më thonë? Po të pyes për Khalid ibn Walidin. Çka mendon? Abu Bakr po e pyet Omerin, edhe këto janë pyetjet të cilat i bën Omerit para se me bë kryetar. Nëse e ndron mendimin, bën kryetar. Nëse se ndron mendimin, nuk të bëjmë kryetar. Ç'to është çështja? Nëse i ndron mendimet, se Abu Bekri nuk mendon të kështu. Nëse i ndron mendimet, do ta lëm postin e halifes, kryetarit muslimanëve. Këtë muslimanëve të dunjos, halife. Nëse nuk e ndron mendimin, problem. Tash mendoni me kon na, që tash në çet pozitë çka thojmë? Çka mendon për Khalid ibn Walidin? Po morën në të rrinë që jo. Plashën e luftës, këtë barabarkim me do. Nëse është në interes për krejt njëjt. Tha Abu Bakr ja Omar, çka mendon për Khalid ibn Walidin? Tha ja Abu Bakr mendoj me urzu, me hik, me shkarkue. Çka mendon për plashkën e luftës? Tha mendoj se plashkën e luftës nuk duhet me nda njëjtë. Se nuk barazohen ata cilët e uelun, ata cilët mas pare kanë pranuar me ata që kanë pranuar për mas. Ebu Bekri radiallahu anhu tha, po qështu bashkë qështu meriton më kon khalife. Njeri që nuk e ndron mendimin për interes. Mendoj se duhet më shkarku dhe duhet më shkarku. Ndesh bonëm kryetar, ndesh musliman, qështu është mendimi jem. Mendoj se nuk bon me barazu musliman të parë, me musliman të mram, ndarën e plashkët luftës. Ndesh pranoje, ndesh mu se prano, ndesh bom khalife, ndesh mu se mba, që kjo është haku, zdu më të rajt tyje. Andaj kjo ka qenë shkak që Ebu Bekri është binde dhe ma tepër, mi a dhonë Omerit radiallahu anhu khilafetin, se është njeri që është burr dhe i qëndron fjallës, jo me ndrua meselet që shëndrojnë koha. Kur t'jenë Bin Laden luft me Rusin mujahid, kur t'jenë luft me Amerikën terrorist, qysh kështu? A i kur t'jenë ose ka më konë mujahid, edhe me ata dhe me këta, ose ka më konë terrorist edhe me këta edhe me ata. Kur t'jenë t'u bo për interesa tua, mashallah, në selefi mujahid, kur dalin kundër interesa tua, që s'jën interesa personale, zban ekstremist. Pika kur u bo kështu? Këtë dini Allahut, pika kështu? Andej,
besimtari duhet të jetë në qëndrimet e tij. Edhe nëse qëndrimet e tij rrezikojnë disa çështje, do të mbetet në ato qëndrime që i ka pas. Andaj ajo që neve na interesoi në këtë çështje ka qenë vlerësimi i Omerit radhiyallahu anhu, se besimtarët e cilët kanë qenë të parë, që kanë pranuar Islamin e të parë, nuk krahasohen me besimtarët, me sahabët, të cilët e kanë pranuar Islamin më vonë. Nëse sahabët, për të cilët Allahu ka thënë radhiyallahu anhum, Allahu është i kënaqur me ta, kanë dallim, ata që kanë pranuar Islamin të parë, dhe ata që kanë pranuar Islamin më vonë, çka mbetet çështja për më vonë. Çka mbetet çështja për neve, kur mbetet suneti i pejgamberit alayhis salam te na, varet pe neve. A dëshirojmë na me vazhdue praktikimin e sunetit të pejgamberit alayhis salam, a dëshirojmë me lan, me dal, me fillu edhe na me i harameve, se pak vështirë me qëndrua në hakun e sunetit e pejgamberit alayhis salam. Haku ka me vazhdu, gjithsesi. Vetëm se njerëz të privilegjuar do të mbeten ata të cilët shpejtojnë që të jenë pasues të sunetit të Muhamedit alayhis salam, edhe pse ka disa vështirësi. Pjesëtarët e Bedrit kanë qenë 300 vetë parafërsisht. Dhe lufta e Bedrit ka qenë lufta e parë që ka zhvilluar Muhamedi alayhis salam kundër kufarëve. Pjesëtarët e Bedrit kanë qenë besimtarë të sinqertë të kulluar, gjithsecili prej tyre. Se mos më paskon besimtarë të kulluar nuk kishin marrë guximin me dalë që aty. Po ishin bë munafik, sikur që ishin bë tjerët, ose ishin bë mushrik për shkak se fuqia ne më e madhe. Këto kanë qenë të parët në ndihmën e pejgamberit alayhis salam, për atë pejgamberi alayhis salam tha, Allahu ka shiquar në zemrat e pjesëtarëve të Bedrit, e ka pa imanin e tyre dhe ka thonë ja ahle Bedr, o pjesëtarët e Bedrit, bëni çka duni, krejt gjunat ja kum fal. S'ka gjuna për juve, s'shkruhen më për juve gjuna, se keni arrit me imanin e juve, keni arrit shkallët nalta Allah subhanahu wa ta'ala. Me gjithë se këta ishin garantuar se do të falen, dhe nuk do të shkruhen gjunahet, këta nuk ishin më që bënin gjunahet, po ishin të partë dhe mba tepër që ashtonte Allah subhanahu wa ta'ala imanin, për shkak të imanit që kanë pas. Andaj, Omer radhiyallahu anhu, veç çështjeve, veç parimeve që i kishte për Khalid ibn Walidin, dhe është më nësit të sqarojmë këtu në çështje, në mënyrë që mos mbetemi borx Omerit radhiyallahu anhu lidhe me Khalid ibn Walidin, sa a thu çka kanë pas problem Omeri me Khalid ibn Walidin, a pas kanë pas sahabët konflikte, as pas kanë pas, a pas kanë pas inodin njëri me tjetrin, as kanë pas, jo. Omeri radhiyallahu anhu kanë përmend dietarët 11 arsye pse dëshironte me shkarkue Khalid ibn Walidin nga ushtria muslimanve, komandanti i ushtrisë muslimanve. Arsyet për shka. Edhe të gjitha 11 arsye janë të pranuara dhe haku ka qenë me Omerin radhiyallahu anhu. Jo se Khalid ibn Walidin nuk bon. Për Khalid ibn Walidin pejgamberi alayhis salam ka thonë seyfun min suyufillah, a shpat prej shpatave të Allah subhanahu wa taala. Ka marrë lavdat prej pejgamberit alayhis salam. Dhe Khalid ibn Walidin çdo ushtri që udhëheqte, çdo luftë që merrte pjesë, fitonte. Andaj Omer radhiyallahu anhu vëreti se muslimanët po akshyrin, kur e kanë komandant Khalid ibn Walidin, kem me fituar kismet. Kjo është gabim. Po që të do me hjek Khalid ibn Walidin, me u kallëzu muslimanëve se ju sfitoni, për shkak se është ju udhëheq Khalid ibn Walidi, po për shkak të ndihmës që vjen prej Allah subhanahu wa taala. Andaj mos u mbështetni në njerëz, as në Khalid ibn Walidin, as në kërkon, por mbështetuni në Allah subhanahu wa taala. Çështja e dytë, për të cilën dëshironte ta shkarkonte Khalid ibn Walidin, ka qenë se jo besimtarët, qafirat, filluan me përhap një lajm. Than, Khalid ibn Walidit, Allah subhanahu wa taala ka shdryp një shpatë pi qielle. Edhe kur të merr pjesë Khalid ibn Walidi me qatë shpatë, nuk mundet me fitu qatë luft kërkush për muslimanve. Në mënyrë që shpata e Khalid ibn Walidit mos mbetet se një simbol që të adhurohet masanena, mas dheke se Khalid ibn Walidit shpërhapet lajmi. Tani dikush do t'ja ka thonë një musliman, se s'ka thonë qafirat, ata ndrujnë qesin të musliman të nena, derisa i marrin mjetet e luftës Khalid ibn Walidit me ibadet se kanë zhrypi qielli. Shpata nuk i ka zhrypi qielli Khalid ibn Walidit. Çështja e tretë, që Omer radhiyallahu anhu dëshironte ta shkarkon Khalid ibn Walidin, ka qenë se Khalid ibn Walidi në luftën e Uhudit
ka qenë kundërshtari Muhamedit a.s. Ka qenë anën e kufarve, nuk ka qenë musliman, luftën e Uhudit. Dhe ka qenë komandant i njësitit i cili hin mas shpine tek shigjetarët e Muhamedit a.s. A keni lexuar luftën e Uhudit? Luftën e Uhudit pejgamberi a.s. i ka vendosur në kodër të Uhudit disa shigjetarë. Dhe shigjetarët asaj kohe krahasohen apo barazohen me snajperistat e kohës sotshme. Pejgamberi a.s. ju thot shigjetarëve, ju rrini që tunë qëtë kodër, ne do të luftojmë atje poshtë. Shka do që ndodh me neve atje poshtë, ju mos le visi piktuit. Krejtve me na myt, derin të fundit. Edhe Muhammedin s.a.s. nëse e mysin, ju që tu rrini. Edhe nëse na fitojmë gjithi mys me ata, ju apet që tu keni menet, mos e lëshoni këtë vend, deri sa të vijone me ju thonë ecnit e poshtë. Fillon lufta, vendosen shigjetarët këtu, dhe fillon lufta kur muslimanët nga dhënjen kundër jo muslimanëve. I mysin një pjesë të madhe të tyre dhe jo muslimanët ikin. Muslimanët fillojnë me mbledh plaçkën e luftës që ka met aty. Këto që kanë qenë të shigjetarë këtu, njëri prej tyre thotë, "He, muslimanët fituan. Hajde të shkojmë edhe na të mbledh me plaçkë të luftës." Dikush tjetër thotë, "Neve pejgamberi sa na ka urdhëruar që ndrojmë kështu. Edhe nëse mbyten të gjithë, edhe nëse i mbysin të gjithë, ne çdo kemë qëndru." Mirë po, një pjesë e madhe shkojnë ka ky mendim se u fitu lufta dhe po zbresmi. Zbresin një pjesë e madhe, mbesin vetëm disa shigjetarë. Khalid ibn Walidi ka qenë këtë grupin që largohet prej pejgamberit sa prej luftës. Edhe vëzhgon se ato shigjetarët kanë ra poshtë. Ka pas aftësi të jashtëzakonshme luftarake, taktika të fuqishme. E organizon një skuadër të tij dhe del prej maskodrë kënena, i myt pak të shigjetarë që kanë met, edhe sulmon Muhammedin a.s. dhe sahabët dhe i shpartallon. Po shkak se hi një pjesë mushrikëve kënena, një pjesë mushrikëve kënena, muslimanët mbesin në mes dy zjarmave. Dhe kështu e thënë ushtrinë e muslimanëve. E plagosin edhe Muhammedin a.s. Bile përhapët lajmi se ka vdek Muhammedi a.s. Muhammed a.s. ja thënë dhomë, që këtu dhomë të pare kanë thyje, a.s. I ka hyje hekur i pejgamberit a.s. në kry, ka qenë pejgamberi a.s. i plagume dhe në kam, si rezultat se ka hek nëna Khalid ibn Walidi me ushtrinë e ti. Andej Omeri radiallahu anhu kishte inati. Slati komandant se kur kom qenë une, ti na ke sulmu prej mbrapa shpinë neve. S'ke qenë, do më thonë, prej inatit, që e kishte Omeri radiallahu anhu për hatër të islamit, jo se kishte diçka personale me Khalid ibn Walidin, po prej inatit që muslimanët u thynë në luftën e Uhudit, edhe shkak ishte udhëheqja e Khalid ibn Walidit, andej unë ka pas urrëtie Omeri radiallahu anhu ashtë madhe për islamin, sa që tash du me shkarku tyje, se du të me qitë një tjetër i cili ka qenë pjesëtari i Bedrit e Uhudit, jo kundërshtari i Bedrit edhe Uhudit. Andej kjo është dashuria dhe urrëtia të cilën Omeri radiallahu anhu e kishte për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dashuria dhe urrëtia, edhe nëse ka pranuar ky islamin, edhe ka marrë epitetet larta masi ka pranuar islamin, megjithatë i ka mbet inati Omerit radiallahu anhu për çështje dinit, jo për çështje personale. Kurse tash muslimanët me i pa njerëzit që kanë prej musliman, edhe vazhdojnë të prej musliman dhe të vra, e këshyrin edhe se kanë inati kur gjo. Kjo është niveli i pakrahasueshëm me shokët e Muhamedit a.s. Andaj ky ke vetëm një sqarim, ajo që dështëm përmendim është se Omeri radiallahu anhu e dinte se shpërblimin nuk e kanë të barabart ata të cilët kanë garuar veprat mira me ata të cilët më vonë kanë hinë veprat mira. Allah subhanahu wa taala në suratul Waqi'a thot njerëzit në ditën e Kiametit janë tre lloje. As-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Ata të cilët kanë garuar në veprat mira, këta janë të partë, as-sabiqun. Dytët janë ashabul yamin, të anës së djathtë, edhe këta kanë me hinë në xhennet, po nuk janë të barabartë me këta që kanë qenë të partë në punë të mira. Edhe tretët janë ashabul shimal, ata të cilët kanë me hinë në xhehenem, për shkak se kanë qenë për jo muslimanëve. Andaj besimtarët të cilët hinë në xhennet janë dy lloj. Lloji i parë janë as-sabiqun, ata të cilët janë kanë të partë në veprimin e veprat mira. Lloji i dytë janë besimtarët muslimanë që kanë bërë vepra të zakonshme, sikur i bojnë të gjithë muslimanët. Andaj këto nuk i kanë shpërblimet, sikur që i kanë këta që kanë garuar veprat mira. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bën të jemi
iniciuesit e veprave të hajrit. E lusim Allah subhanahu wa taala që të na shtin në xhenet bila hisabin wala adab, pa llogari dhe pa dënim. E lusim Allah subhanahu wa taala mëkatet tona të na fal. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.